Nuk jam edhe kryetari në i farë komisioni disiplinor, aq më pak për dikë që i përket një partije tjetër. Po le të ma gjeni njeri më të mirë se Glau Konjufsa që i ka mbi 318.000 vota. Kur dikush thot që nuk bën vetëvendosja, është duke thënë nuk bën Glauku. Dhe ju të gjithë e dini që opozita ka mendim më të mirë për Glaukun se për mua. Tashmë kjo ka ndodhur nga kryetarja e grupit parlamentar televizjes vetëvendosje. Ju e dini qëndrimin tonë sa i përket gjykatës speciale, cila është një gjykatë jo normale, jo transparente. Ne jemi të bindur për drejtësinë e luftës çmimtare të popullit të Kosovës, bardhëse së cilës ishte ushtria çmimtare e Kosovës, dhe në pafajësinë e 4 krerëve të cilët po mbahen padrejtësisht në Hag, ndërkaq në anën tjetër ju ishit dëshmitar që kryetarja e kuvendit, e cila njëkohësisht është edhe ushtruese e detyrës së presidentit zonja Albulena Haxhiu, ja tërhoqi vërejtjen, ja ndërpreu fjalën deputetit edhe për shkak të gjuhës, edhe për shkak të komentit që bëri. A kemi pas në bisedim me to personal ose cili ka me qenë vendimi për to, a ka me vazhdu me qenë alo deputeti vetëvendosje? Shikoni, unë jam vetëm kryetari i lëvizjes vetëvendosje dhe vetëm kryeministri i Republikës, nuk jam edhe kryetari në i farë komisioni disiplinor, aq më pak për dikë që i përket një partije tjetër. Kryeministri ju pasi deklaruar që nuk e keni pa qenin të apall brenda QK-s, ko më parë në anën tjetër, ka shumë qytetarë që ende posulmon brenda QK-s, që pacienta, familjarë, për dhe personel mjekësor që posulmon për qeve të acak. Pse nuk u larguan këta ende? Besoj që këto janë çështje që mund t'i diskutojmë diku tjetër, janë duke u ndërmarr masat për këtë, dhe kemi persona përgjegjës e procese për këtë çështje edhe nga komuna e Prishtinës, por në të njëjtën kohë besoj që janë drejtorët e klinikave, drejtori QK-s që mund t'ju japin përgjigje për këto gjëra. Besoni, edhe një herë po e theksoj, unë jam vetëm kryeministri i Republikës së Kosovës. Nuk jam edhe drejtori i QK-s dhe drejtori i secilës klinikë saj. Faleminderit shumë. A ka me posë ministër edhe pse opozita e ka mbyll derën për çështjen e presidentit, a ka me posë përpjekje më për me gjetë një zgjidhje? Nëse shkojmë në zgjedhjet e reja, së paku 10 milion euro ato kushtojnë për organizimin e tyre nga KQZ-ja. Nëse shkojmë në zgjedhjet e reja, për shkak se nuk do të funksionojë Kuvendi i Republikës, do t'i humbim 10 milion euro si shtet. Dhe nëse shkojmë në zgjedhjet e reja, nuk do të kemi zgjidhje. Meqense se sërish do të na duhet të shkojmë në zgjedhjet e reja, e pas atyre sërish do të na duhet të shkojmë në zgjedhjet e reja, meqense unë nuk e di se si mund t'i kemi 80 deputet. Prandaj është domosdoshme që të merremi vesh. Unë kam qenë shumë bujar me partitë opozitare. Ne vetëm 30 orë para skadimit të afatit në mesnatën ndërmjet 5 dhe 6 marsit, e kemi propozuar emrin e Glau Konjufsës, dhe vetëm 3 orë para skadimit të atij afati, ne e kemi propozuar kandidatën e dytë, deputetën Fatmire Mulhaxha Kolçaku. Pra kemi pritur gjatë që të merremi vesh me opozitën, me që su morëm vesh, deshëm që të takohemi që të merremi vesh, edhe atëherë kur çështja shkoi në gjykatën kushtetuese, na u tha që duhet takohemi pas aktgjykimit, pas aktgjykimit u takova me LDK-n, PDK-ja refuzoi që të takohemi. LDK-s ja kanë bërë 2 oferta, njërën për bashkëqeverisje, tjetrën për rokad në kryesinë e kuvendit, pastaj PDK-s për rokad në kryesinë e kuvendit, por thjesht nuk po m'duken të gatshëm e të interesuar për marrëveshje, dhe ky është një dëm i madh për shtetin e Kosovës. Tash ju e dini se çfarë flitej para një viti. Tema kryesore të nderuar gazetar para një viti ka qenë që nuk bën Albulena Haxhiu të bëhet kryetare e kuvendit, sepse është konfliktuoze, është përqarse dhe është aq e rrezikshme sa që do të dëmtohet pakthyeshëm funksionimi i institucioneve dhe shtetëndërtimi demokratik në Kosovë. E pa të linçuar dhe stigmatizuar Albulena Haxhiun, gruan më të votuar të legjislaturës së 9. Ku jemi sot pas një viti? Albulena Haxhiu është kryetare e kuvendit, Albulena Haxhiu është edhe ushtruese e detyrës së presidentit, dhe Albulena Haxhiu nuk është as konfliktuoze, as përqarse. Prandaj, të gjitha këto zhurmat e piskamat që i dëgjoni, me ankesa të parësyshme ndaj lëvizjes vetëvendosje, nuk janë duke na bërë dëm neve, se ne prapë po mrrim aty.
janë duke I bërë dëm shtetit, duke I humbur edhe buxhet, edhe kohë. Merreni me mend, mazhoranca I ka 66 deputet. 66 deputet. Partisë që I ka 15 deputet. I kam ofruar të bëhet kryetari I tyre zëvendësimi, që I bie në mungesë timen ai t'ju udhëheq mbledhjet e qeverisë. Dhe 4 ministri. Pra, lidhjes demokratike të Kosovës, unë I kam ofruar 2 fish më shumë se partisë Guxo. Partia Guxo ka garuar bashkë me mua. E partisë që ka garuar kundër meje, I kam ofruar 2 fish më shumë. 4 ministri. Edhe u refuzua. U tha që nuk bën vetëvendosja të ketë të 3 pozitat. Po ja pra, s'po e kemi kryetarin e kuvendit. Jo po vetëvendosja s'duhet ta ketë presidentin. Po le të ma gjeni njeri më të mirë se Glauko Njufsa që I ka mbi 318.000 vota. Kur dikush thot që nuk bën vetëvendosja, është duke thënë nuk bën Glauku. Dhe ju të gjithë e dini që opozita ka mendim më të mirë për Glaukun se për mua. Pse nuk e votojnë Glaukun? Ose nëse nuk e votojnë Glaukun, pse nuk propozuan asnjëherë ata ndonjë emër? Unë e di që nuk I kanë numrat as për të aplikuar. Se për të aplikuar me kandidat për president të duhen 30 nënshkrime. LDK-ja I ka 15 deputet, pra vetëm gjysmën e nënshkrimeve për aplikim, lere më përfitim, ndërka që PDK-ja I ka 22 deputet, pra nuk e plotëson kushtin as për aplikim. Por nëse do të bëheshin këto bashkë, do ta kishin një kandidat. Le të përdorin kriteret që I përdorin për neve. Një kandidat jashtë skenës politike aktuale dhe le të ecim përpara. Mirë po, më shumë se ka, ç'a mund bëjmë? Ne duhet të qeverisim. Rezultatin e zgjedhjeve nuk e ndryshojmë dot. Besoni që thellësisht po del që s'kam problem me mua, po kam problem me popullin. Populli e ka votu vetëvendosjen 51.1%. Këta kanë problem me popullin. Ama do duhej të reflektojnë e të mendojnë si u bë që 2 partitë më të vjetra tradicionale në Republikën e Kosovës, njëra rarë në 22 deputet e tjetra në 15. Në vend që ta analizojnë situatën aktuale dhe vullnetin e popullit ta lexojnë drejt, e ta pranojnë, jo bën ky jo s'bën ai. E moni men vitin e kaluar. 50 seanca nuk bën Albulena. Edhe tash, Albulena është kryetari I kuvendit. 50 herë thanë s'bën Albulena. Shtash Albulenën e kanë kryetare. Bile e kanë edhe kushtruesit e detyrës presidentit. Apo kuptoni absurditetin e kësaj situate. Andaj edhe një herë, duhet të jemi të arsyeshëm, mos t'i shpenzojmë për zgjidhje të reja mbi 10 milion euro e t'i humbim 10 milion të tjerë. Faleminderit shumë. Maybe I say a word. Maybe I can just add something. I understand that you guys have a job and that the internal political is very important as well, and we are between the difficult discussion. But I think today is also the right time to pay respect for all the doctors, the nurses, and the healthcare staff who are working tireless by providing qualitative and good healthcare to your people. I think we should also all together take time and we are here at the hospital and also pay tribute to them. So thank you very much. Besoj që ishin dëshmitar të doktorit Artan Krasniqi, I cili shpëtoi jetë të gjithë aty. Kishte arrest kardiak akut një person I moshës 44 vjeçare. Dhe forsa doli nga salla e operimit, doktori Artan Krasniqi që shpëtoi jetën. Edhe është shumë e rëndësishme që të kemi diskutime për ato çfarë kemi ardhur këtu. Për të tjerat jemi edhe atje te qeveria. Faleminderit shumë e shëndet të gjithë.